Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja mesazhi i fshet që familjarët i dhanë dje Gjestit. Pas 156 ditësh izolim në shtëpinë si në Kosovë edhe në Shqipëri, Gjesti përjetoi dje një nga momentet më emocionuese të rrugëtimit të tij, teksa u surprizua nga familjarët. Babai i tij ndau një mesazh të fuqishëm mbi gabimet e rinisë dhe rëndësinë e rritjes, ndërsa Gjesti theksoi se pavarësisht të ardhmes, lidhja me familjen e tij do të mbetet e pandryshuar. Çdo gjë bëjeni për familjen, bëni diçka, nuk mund t'ja u ktheni të gjitha, por bëjeni dhe përpiquni, u shpreh Gjesti. Ndërkohë, ai tregoi që mami më ka thënë që kam marrë të martohem, dhe babai i tij bëri një batutë tjetër, megjithse gjatë takimit nuk u përmend në mënyrë të drejtpërdrejtë raporti i tij me Egli Takon, një detaj që nuk kaloi pa u vënë re. Teksa Gjesti po largoi për t'u rikthyer në shtëpi, prindrit i thanë të fala banorëve të gjithëve, pra nuk veçuan asnjë banor.